Përshëndetje nxënës, mirë se erdhët në e-klasa, bashkë me mua Kanarina Azizi. Sot do të marrim njësinë mësimore për punimin e programeve me strukturë përzgjedhëse në lëndën e informatikës klasa e 6. Çfarë do të mësojmë sot? Sot do të mësojmë për strukturat përzgjedhëse në programim. Në fillim do të parashtrojmë disa pyetje, të cilat do t'i japim përgjigje gjatë orës mësimore. Çfarë janë strukturat përzgjedhëse? Cilët janë strukturat përzgjedhëse? Përse përdoren strukturat përzgjedhëse? Si përdoren strukturat? Si realizohen praktikisht? Marrim një shembull. Nëse mësoj, atëherë do të marr notë të mirë. Nëse Arta do të vi tek unë, atëherë do të dalim bashkë, përndryshe do të qëndroj në shtëpi. Nëse në shitore ka bukë, atëherë do të marr. Nëse në shitore ka bukë, atëherë do të marr. Përndryshe, duhet të kërkoj diku tjetër. Çfarë kuptojmë prej këtyre shembujve që kemi marrë? Kuptojmë sepse tek secili shembull kemi rasti, për shembull nëse, atëherë. Dhe më thanë, nëse mësoj, atëherë do të marrë notë të mira. Dhe më thanë, mësoj është kushti. Në qoftë se mësoj, do të marrë notë të mirë. Tek rasti i dytë, kam nëse Arta, nëse Arta do të vi tek unë, të thotë kushti është Arta do të vi tek unë, atëherë do të dalim bashkë. Do të dalim bashkë. Përndryshe, do të qëndroj në shtëpi. Çfarë kemi këtu? Do me thanë, nëse Arta do të vi tek unë, që është kushti, do të plotësohet, atëherë do të dalim bashkë. Përndryshe, nëse nuk plotësohet ky kusht, atëherë do të qëndroj në shtëpi. Te rasti i tretë, nëse në shitore ka bukë, atëherë do të marr. Do të thotë, vetëm këtu kemi vetëm në qoftë se plotësohet kushti. Në qoftë se plotësohet kushti, nuk bëj asgjë. Kurse tek shembulli më poshtëm, do të thonë, në qoftë se në shitore ka bukë, atëherë do të marr. Përndryshe, duhet të kërkoj diku tjetër. Këtu kemi dy raste, edhe kur plotësohet kushti çfarë duhet bëj, edhe kur nuk plotësohet kushti çfarë do të bëj. Prej këtyre shembujve nga jeta e përditshme, ne kuptojmë se kemi situata të cilat ne duhet të zgjedhim. Dhe ato situatat na mundësojnë që ne të përdorim edhe në Scratch për të krijuar programe. Do me thamë, strukturat përzgjedhëse janë instruksione të cilat realizohen sipas një kushti të dhënë. Përdoren për të zgjidhur situata nëpërmjet zgjedhjes së mundësive. Atëherë, kur kushti plotësohet ose jo. Cilët janë këto struktura? Strukturat në Scratch
janë struktura if, gjashtën e kemi këtu kushtin. Në qoftë se kushti plotësohet, atëherë do të realizohen instruksionet brenda strukturës. Dhe strukturën if else do të thotë që në qoftë se kushti do të plotësohet, do të realizohen instruksionet pas then. Për ndryshe, do të ekzekutohen instruksionet tek pjesa pas else. Të marrim një shembull me strukturën if. Program i cili paraqet mesazhin përshëndetje programues. Sa herë që ne të afrohemi me mouse tek spriti, figura. Çfarë do të bëjmë? Ne në këtë program duhet të përdorim strukturën if. Ta shohim si duket programi. Për shkak se thotën që duhet të afrohemi sa herë, do më thënë për herë përdorim forever, në qoftë se prekim mausin, touching mouse pointer, ne duhet të thëmi përshëndetje programues. Në qoftë se e hekim, atëherë ne nuk do të thotë përshëndetje. E të provojmë këtë si duket. Si duket programi në Scratch, tash fillojmë ta programojmë. Marrim këtë events, flamurin, pastaj marrim një forever, control, marrim kushtin if, po ashtu në control, dhe vendosim brenda forever. Tash shkojmë në sensing dhe marrim touching mouse pointer. Tash duhet që figura jonë të thotë përshëndetje programues. Dhe këtë instruksion ne kemi te Lux. Shkojmë në say hello for 2 seconds dhe vendosim brenda if-it. Shkruaj. Dhe programi jonë është gati. Fillojmë me flamurin e shtypën që të ekzekutojmë dhe fillojmë në momentin që e prek shitjet e mausit figurën, atëherë i thot përshëndetje programues. Nëse e hekim, nuk di. Dhe më thonë, vazhdimisht, në qoftë se e prek mausi në figurën, atëherë del mesazhi përshëndetje programues. Prandaj, këtu ne kemi përdorur strukturën if, në qoftë se. Kthehemi përsëriti këtë prezantimi. Kemi një detyrë. Të shkruhet program në Scratch, tek i cili spriti figura do të zmadhohet deri në masën 300%, kur të afrohemi me shigjetën e mausit mbi sprit. Çfarë duhet të bëjmë ne këtu? Tek i program, mirë në fillim, neve duhet që të caktojmë madhësinë e spritit. Pastaj duhet ta zmadhojmë. Dhe çfarë do të thotë kjo? Do të zmadhohemi derisa. Duhet të përdorim në repeat until. Shkojmë tek Scratch-i për ta bërë programin. Ja ku jemi në Scratch, dhe tash duhet të bëjmë programin i cili duhet të zmadhojë figurën derisa nuk arrin madhësinë 300. Shkojmë në events, marrim flamurin, tash shkojmë tek caktimi i madhësisë së figurës, do të thonë, duhet të krijojmë një ndryshore,
shkruajmë me kë variabël, madhësia, dhe marrim, caktojmë madhësinë tek 100, pastaj shkojmë tek kemi madhësia e spritit duhet të jetë në lux e kemi, është set size neve kemi këtu tek madhësia. Është e njëjta me 100, por ta përdorim ndryshore. Ashtu, tash duhet të marrim repeat until, do të thonë të përsërisim derisa nuk është bërë 300. Tash marrim në operators. Në variabël marrim madhësia. Derisa madhësia nuk është 300. Atëherë, në qoftë se, do të thonë tash shkojmë e marrim if, në qoftë se mausi klikon afër kësaj spritit, atëherë ai do të zmadhohet. Shkojmë tek sensing, touching mouse pointer, është e njëjta të cilën e përdorëm te shembulli më parshëm, dhe shkojmë që tek lux change size by by 10, në rregull. Dhe marrim change madhësia në variabël. By 10. Tash, do më thonë çfarë bëjmë? Në fillim, ne kemi marrë një variabël, të cilën ne kemi dhënë madhësinë 100. Kemi caktuar madhësinë e figurës për 100, derisa madhësia nuk është e barabartë me 300, atëherë do të rritet madhësia e spritit. Kur madhësia do arrit 300, kjo do ndalet. Ta provojmë nëse kemi në rregull. Që tash madhësia është 100. Sa do afrohet, rritet. Pra të dhe një të provojmë. 160, largova. 270, 300, dhe s'kam marrë. Tash kemi një detyrë, e cila thot me shembullin if else. Programi tek i cili gjejmë se numri i dhënë nga tastiera është më i madh ose më i vogël se 50. Thonë këtu kemi ne një kusht, në qoftë se plotësohet kushtin, ekzekutohet, domethënë do thotë numri është më i madh se 50. Në qoftë se nuk ekzekutohet, atëherë themi që është më i vogël se 50. Dhe shembulli si duket. Ne duhet të japim për tastiere, prandaj përdorim instruksionin ask. Në qoftë se përgjigjja është më e madhe se 50, mesazhi që do të paraqesë në figura është numri i dhënë është më i madh se 50. Përndryshe, numri i dhënë është më i vogël se 50. Tash kemi një shembull plotësues,
i cili çfarë thot? Të krijohet një program i cili do të përfshijë dy sprite ose dy figura. Sprite i parë do të shkoj të blej ushqime në shitore, nëse shitoria është hapur. Përndryshe, do të shkoj të kërkoj shitore tjetër të hapur. Kurse spriti i dytë thot, pasi përshëndetet me spritin e parë, i tregon nëse është shitoria e hapur ose jo, si është kodi i këtij programi. Domethënë, përveç spriteve, ne kemi marrë një background dhe ju a kemi ndruar edhe formën spriteve që do duket sa më reale shembulli. Kodi i programit, si është dhe pastaj ta shohim se si ekzekutohet. Në fillim, unë caktoj pozitën e spritit të parë, që është vajza, dhe ajo mendon, duhet të shkoj të blej ushqime. Më pas, ajo lëviz për 190 hapa, thot përshëndetje, dua të blej ushqime. Dhe ja kalon bisedimin sprite tjetër nëpërmjet broadcast komuniko. Pastaj, për shkak se është wait, pasi realizohet skripta e spritit të dytë, atëherë do të thotë në qoftë se është e mbyllur, ajo do të thotë mesazhin, duhet të kërkoj shitore tjetër të hapur. Dhe do të lëvizi për 120 hapa. Përndryshe, thot sa mirë do të blej këtu ushqim. Kurse, skripta e spritit të dytë është kështu. Në momentin që do ta marri urdhrin nga skripta e parë, atëherë caktojmë një ndryshore, e cila mund të marrë vlerë ose 1 ose 2. Në qoftë se vlera e as është 1, atëherë bës i japim vlerën e hapur. Në qoftë se përndryshe, bës i japim vlerën e mbyllur. Kjo na duhet për të në mundësuar paraqitjen e mesazhit tek sprite i parë. Pastaj thot, përshëndetje, shitoria është e varësisht rezultatit që jepën kushti if, do të dali mesazhi këtu. Pas kësaj, në thënë për shkak se këtu kemi await, kur do realizohet ky instruksion, do të filloj instruksioni këtu. Në thënë, kemi në qoftë se bëja është mbyllur, paraqitet ky mesazh. Qoftë se përndryshe do të paraqitet mesazhi i poshtë. Edhe njëherë më të qartë si ekzekutohen këto, domethënë, në fillim e para urdhër që realizohet është me klikim të flamurit. Realizohen urdhrat deri te broadcasti. Pastaj realizohet komuniko, pasi realizohet kjo deri në fund, pas në fund shkohet përsëri tek skripti i vajzës. Të shohim si duket kjo në Scratch edhe si ekzekutohet. Jemi në Scratch dhe fillojmë. Tash, në fillim e kemi marrë flamurin, i kemi marrë të gjithë udhëzimet siç e thash. Tek pjesa e backgroundit, neve kemi zgjedhur backgroundin prej pjesës këtu, ku janë vendosur te backgroundit, e kemi marrë edhe sprite të ndryshëm dhe e kemi realizuar sipas dëshirës tonë. Tash, unë të kështet të murën të shohim se si ekzekutohet. Duhet të shkoj të blej ushqim, përshëndetje, thot. Shitoria është e hapur. Në rregull, do të blej ushqim. Kjo është në rastin kur shitoria është e hapur. Të ndodhen për shkak se zgjidhet me rast dhe thot, tash përshëndet, shitoria është e mbyllur. Shitoria është e mbyllur.
duhet të kërkojë shitore tjetër të hapur dhe vajza vazhdon të ecë. Domethënë, kështu shembuj janë shumë interesant për shkak se duket sikur janë reale. Tash, e kemi edhe disa detyra tjera që juve mund të ushtroni. Domethënë, gjetja nëse numri i dhënë nga tastiera është qift ose tek. Nëse ngjyra e sprajtit figurës është e kuqe, atëherë ndroje në të kaltërt, përndrysh ndroje në të verdhë. Nëse shuma e dy numrave të rastit është 13, atëherë shumëzoj ato. Domethënë, të tre këto ushtrime. Tek e para, kemi vetëm me if dhe else, domethënë qoftë se është tek ose qift do ta gjejmë, ata mund të themi është tek ose është qift. Kurse edhe te e dyta kemi me if then else. Në qoftë se është e kuqe, ta ndrojmë në të kaltërt, përndryshe në të verdhë. Tek shembulli i tretë, ne kemi vetëm me if, nuk kemi me else. Domethënë, në qoftë se shuma atyre është 13, atëherë këto dy numra do t'i shumëzojmë. Tash është koha që t'u japim, besoj që i dim përgjigjet e pyetjeve të cilët i parashtruam në fillim të kësaj njësie mësimore. Çfarë janë strukturat përgjithëse? Janë struktura të cilat në mundësojnë të zgjedhin një nga mundësitë e dhëna. Cilët janë strukturat përgjithëse? Struktura if dhe struktura if else. Përse përdoren strukturat përgjithëse? Strukturat përgjithëse përdoren për të zgjedhur situata kur kemi të zgjedhin njërën nga mundësitë e dhëna. Si përdoren strukturat përgjithëse? Ato përdoren për programe të ndryshme duke i vendosur pas instruksioneve të ndryshme të programit. Besoj, këtu është fundi i kësaj mësimore. Mirupafshim.